nderuar teleshikues të drita televizione, ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 19 qershor dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Qershor. Ngjarje 1886. Me nismën e shoqërisë së Stambollit u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë. 2008. Hashim Thaçi, kryeministri i Republikës së Kosovës, në cilësinë e kryeministrit për herë të parë viziton Republikën e Shqipërisë. Lindje 1623. Lindi Blaise Pascal, matematikan dhe fizikant francez. 1933. Lindi Oto Barić, trajner futbolli kroat. 1941. Lindi Václav Klaus, politikan çek dhe presidenti i Republikës Çeke. 1947. Lindi Salman Rushdie, shkrimtar indian. 1978. Lindi Dirk Nowitzki, basketbollist gjerman. Vdekje 1949. Vdik Vladimir Nazor, shkrimtar kroat. 1988. Vdik Maria Logareci, aktore shqiptare. 1993. Vdik William Golding, shkrimtar britanik, nobelist. Për sot kemi përgatitur biografinë e George Frederick Handel, një kompozitor gjerman. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. George Frederick Handel ishte një kompozitor gjermano-britanik, i njohur me oprat e tij, oratoret, himnet, koncertet grossi dhe koncertet e organeve. Handel mori trajnimin e tij në Halle dhe punoi si kompozitor në Hamburg dhe Itali, përpara se të vendosej në Londër në 1712, ku kaloi pjesë më të madhe të karrierës së tij dhe u bë një subjekt i naturalizuar britanik në 1727. Ai u ndikua fuqishëm si nga tradita korale polifonike gjermane e mesme, ashtu edhe nga kompozitorët e barokut italian. Nga ana tjetër, muzika e Handel formon një nga majet e stilit barok të lartë, duke e çuar operën italiane në zhvillimin e saj më të lartë, duke krijuar zhanret e oratoriumit anglez dhe duke futur një stil të ri në muzikën kishtare angleze. Ai njihet vazhdimisht si një nga kompozitorët më të mëdhenj të kohës së tij. Handel themeloi 3 kompani komerciale të operas për të furnizuar fisnikërinë angleze me operën italiane. Në 1737, ai pati një prishje fizike, ndryshoi drejtim në mënyrë krijuese dhe u drejtuar klasës së mesme dhe bëri një kalim në veprat korale angleze. Pas suksesit të tij me NCA, ai nuk kompozoi më kurrë një opera italiane. Muzika e tij orkestrale e ujit dhe muzika dhe fishekzjarret mbretëror mbeten vazhdimisht të njohura. Një nga 4 himnet e tij të kurorëzimit, Prifti Zodak, është kryer nga një kurorëzim britanik që nga viti 1727. Pothuajse i verbër, ai vdik në 1759, një burr i respektuar dhe i pasur, dhe i dha një funeral shtetëror në Wednesday Abbey. Handel kompozoi më shumë se 40 seri operash gjatë një periudhe prej më shumë se 30 vjetësh, që nga fundi i viteve 1960. Interesi për muzikën e Handel është rritur. Muzikologu Window Dan shtoi se Handel nuk ishte vetëm një kompozitor i madh, ai ishte një gjeni dramatik i rendit të parë. Muzika e tij u admirua nga kompozitorët e epokës klasike, duke përfshirë Mozart, Haydn dhe Beethoven. Pas vdekjes së Handel, shumë kompozitorë shkruan vepra të bazuara ose të frymëzuara nga muzika e tij. Lëvizja e parë nga Simfonia nr. 6 e Louis Solf, Epoka e Bashkë dhe Handel, i ngjan 2 melodive nga Mesia e Handel. Në 1797, Ludwig van Beethoven botoi 12 variacionet nga G major mbi shi Heroi pushtues që vjen, nga Juda Maccabeus nga Handel, për violoncel për piano. Në 1822, Beethoven kompozoi uverturën Sigurimi i shtëpisë, e cila sigurisht mbart ndikimin e Handel.
Feynman ka lindur më 11 mars të vitit 1918 dhe ka ndëruar jetë në 15 shkurt të vitit 1988. Ishte një fizikan teorik amerikan, i njohur për punën e tij në formulimin e integralit të rrugës së mekanikës kuantike, teorinë e elektrodinamikës kuantike, fizikën e superfluiditetit të heliumit të lëngshëm, si dhe punën e tij në fizikën e grimcave, për të cilën propozoi modelin Parton. Për kontributin e tij në zhvillimin e elektrodinamikës kuantike, Feynman mori çmimin Nobel në fizik në vitin 1965. Feynman zhvilloi një shkencë të përfaqësimit piktural të përdorur gjërësisht për shprehjet matematikore që përshkruajnë sjelljen e grimcave nënatomike, të cilat më vonë u bën të njohura si diagramet e Feynmanit. Gjatë jetës së tij, ai u bë një nga shkencëtarët më të njohur në botë. Ai ndihmoi në zhvillimin e bombës atomike gjatë luftës së dytë botërore. Së bashku me punën e tij në fizikën teorike, Feynman është vlerësuar si pioner në fushën e llogaritjes kuantike dhe prezantimit të konceptit të nanoteknologjisë. Ai mbajti profesorin Richard Tolman në fizikën teorike në Institutin e Teknologjisë në Kaliforni. Feynman ishte një popularizues i mprejtë i fizikës përmes librave dhe leksioneve, duke përfshirë një fjalim të vitit 1959 mbi nanoteknologjinë. Ai studioi në Institutin e Teknologjisë në Manchester, ku mori titullin BC në vitin 1939 dhe në Universitetin Princeton, ku mori doktoraturën në vitin 1942. Ai ishte asistent kërkimor në Princeton gjatë viteve 1940 deri në vitin 1941, profesor i fizikës teorike në Universitetin Cornell në vitet 1945 deri në vitet 1950. Profesor Feynman është antar i Shoqatës Amerikane të Fizikës, Shoqatës Amerikane për Avancimin e Shkencës, Akademi Kombëtare të Shkencave në vitin 1965, ku zgjoll antar i huaj i Shoqatës Mbretërore në Londër. Ai mban mjaft çmime, si çmimin Albert Einstein në vitin 1954. Richard Feynman është i martuar me Gretchen Haworth, të cilët ka një djalë, Carl Richard. Vjoj me rubrikën e dhe shëndeti, ju ftoj të ndiqni materialet e përgatitura. Fruti arhat është një ilaç i ëmbël dhe i freskët që ndihmon në përmirësimin e tretjes, pastrimin e nxehtësisë dhe eliminimin e toksinave. Karakteristikat botanike: bima është barishtore, shumë vjeçare, ngjitëse. Trungu mund të jetë i gjatë 1 deri në 3 metra. Përbërja kimike: ai përmban vitamin C, hekur, zink, mangan, glukozë, nikel, kallaj dhe shumë element gjurmë të mirë për shëndetin. Antioksidant: fruti përmban shumë ogrosit, përbërësi që përbën ëmbëlsinë karakteristike të frutave. Kjo substancë është vërtetuar dhe shkencërisht se ka efekte të fuqishme antioksidante, ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes, mbrojtjen e qelizave në trup nga sulmi i radikaleve të lira dhe parandalimin e sëmundjeve. Ëmbëlsira natyrale e këtij fruti mund të zëvendësojë sheqerin gjatë përpunimit të disa ushqimeve dhe pijeve. Kjo frut gjithashtu ka një përmbajtje relativisht të ulët në kalori, kështu që është veçanërisht e dobishme për njerëzit me obezitet dhe diabet. Përdoruesit e rregullt gjithashtu zvogëlojnë rrezikun e këtyre sëmundjeve të rrezikshme. Për shekuj me radhë, mjekësia tradicionale kineze është përdorur edhe si një trajtim për diabetin. Kjo barishte vepron duke ulur nivelet e sheqerit në gjak, duke stimuluar pankreasin të prodhojë më shumë insulin. Në këtë mënyrë redukton simptomat e diabetit në mënyrë natyrale. Mbështetje për parandalimin dhe trajtimin e kancerit. Antioksidantët në frutin e arhatit kanë aftësinë të pengojnë përhapjen e tumoreve duke parandaluar përhapjen e qelizave kancerogjene. Efekti antibakterial i këtij fruti mund të zëvendësojë antibiotikët në rast të infeksioneve jo shumë serioze. Gjatë disa studimeve mbi pacientët me prishje të dhëmbëve, studiuesit zbuluan se kjo pimë ka një aftësi të mahnitshme për të frenuar bakteret. Përveç kësaj, ndihmon në parandalimin dhe mbështetjen e trajtimit të infeksioneve. Fruti arhat ka veti të ftohta për të ndihmuar në ftohjen e gjakut, për të mbështetur detoksifikimin
falsifikimin emulsiv dhe për të pastruar zorët. Në të njëjtën kohë, ai është i njohur dhe për efektet e tij laksqartë. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të luleshtrydheve. Luleshtrydheve janë të pasura me mjaft minerale të rëndësishme. Ato gjithashtu përmbajnë kripra minerale, fibra dhe ujë. Luleshtrydhet janë të pasura dhe me vitaminë të grupit C, të cilat forcojnë dhe mbrojnë sistemin imunitar, po kështu me minerale dhe fibra të shumta. Nëse luleshtrydhja ka disa pjesë të bardha ose jeshile, do të thotë që është ende e papjekur, por nëse ajo ka një ngjyrë të kuqe të errët, do të thotë që duhet të konsumohet një kohë të shkurtër, sepse është i pjekur mjaftueshëm. Disa nga përfitimet shëndetësore të luleshtrydheve. Së pari, ju ndihmojnë të dobësoheni. Përveç se janë tepër të shëndetshme, ky frut mund të konsiderohet aleat kryesor për mbajtjen e linjave. Fal përmbajtjes së lartë në fibra, përveç se ndihmon aparatin tretës, rrit dhe ndjenjën e ngopjes, konsiderohet frut diuretik, pasi ndihmon për të eliminuar lëngjet e tepërta dhe lufton në mbajtjen hidrike të organizmit, sepse është i përbërë me rreth 40% ujë. Tet luleshtrydhe përmbajnë më shumë vitaminë C se sa një portokall. Luleshtrydhet janë të pasura me antioksidantë, të cilat mbrojnë nga efektet e dëmshme të mjedisit mbi trupin tonë, veçanërisht dëmet e shkaktuara nga dieti. Fuqia antioksiduese e gjetur tek luleshtrydhet zgjat deri në 24 orë pas konsumimit. Kjo i bën ata aleate kundër dëmeve të shkaktuara nga radikalet e lira. Së treti, ato përmirësojnë kujtesën. Luleshtrydhet janë një minjerë e vërtet me acid folik. Sipas një studimi të Tufts University të Bostonit, substancat e pranishme të këtij fruti stimulojnë autofaginë, një proces përmes të cilit trupi vetë pastrohet nga toksinat, të cilat akumulohen dhe në tru, duke parandaluar rënien e aftësisë njohëse, që mund të çojë në sëmundje të tilla si Alzheimer. Ky frut i mrekullueshëm me ngjyrë të kuqe forcon zemrën, ul rrezikun e kancerit, përmirëson shikimin, parandalon alergji dhe qetëson dhimbjen. Luleshtrydhet janë plot me fibra dhe vitaminë C. Gjithashtu, është një frut i shkëlqyer për fëmijët që të mësojnë dhe janë para disa testeve dhe provimeve, pasi forcon shumë memorien e ngjarjeve të fundit. Një ndër atributet më interesante të luleshtrydheve është mbrojtja kundër helikobakterit, një mikrob që shkakton ulcer në stomak dhe ka predispozit për zhvillim. Vlerat ushqyese. Luleshtrydhet përmbajnë sheqer, magnez, fosfor, kalcium, fibra, vitaminë A, B1, B2, C, K, gjithashtu dhe xilotol, një substancë mike e zemrës, veshkave, metabolizmit të trurit. Kjo substancë e pranishme të luleshtrydhet ndihmon shumë anemikët, sepse ndihmon në përthithjen e dur të hekurit, ndihmon në prodhimin e kolagjenit dhe në parandalimin e rrullave. Gjithashtu forcon kapilarët. Xilotololi, sikurse mund ta kemi lexuar, parandalon krijimin e smaltit dentar dhe erën e keqe të gojës. Konsumimi i luleshtrydheve këshillohet të konsumohet veçanërisht të sëmurët me veshka, pasi mban trupin tonë gjithmonë të hidratuar. Valpranisë së lartë të acidit folik, luleshtrydhet ndihmojnë jashtëzakonisht në përmirësimin e kujtesës. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim mbi historinë e emailit të parë. Ray Tomlinson, një inxhinier kompjuterik, është i njohur si personi që dërgoi emailin e parë në vitin 1971, ndërsa punonte për firmën e mbrojtjes BBN. Tomlinson ishte duke eksperimentuar me një sistem të quajtur SIP-net, i cili ishte një nga rrjetet e hershme kompjuterike. Megjithëse përmbajtja e saktë e mesazhit të parë nuk është regjistruar, Tomlinson kujton se ishte një sër shkronjash rastësore të vendosura në tastier. Mesazhi u dërgua nga kompjuteri një tjetër përmes ARPANET, rrjeti paraardhës i internetit. Ai përdori një program të quajtur SND-MSG për të dërguar mesazhin dhe për të transferuar të dhënat përmes rrjetit. Rëndësia e simbolit. Tomlinson zgjodhi simbolin @ për të ndarë emailin e përdoruesit nga emri i kompjuterit në adresën e emailit. Ky simbol ishte i rrallë në përdorimin e përditshëm dhe nuk paraqiste konfuzion me karakteret të tjera, prandaj u bë një zgjedhje ideale.
Një adresë tipike e emailit do të dukej diçka si user@hostname, një nga format që vazhdon të përdoret edhe sot. Në vitet 1970, emaili filloi të përdoret më gjerësisht në qargjet akademike dhe qeveritare. Gjatë viteve 1980, rrjetet e kompjuterëve dhe Bitnet u zhvilluan dhe u lidhen me ARPANET, duke zgjeruar më tej përdorimin e emailit. Simple Mail Transfer Protocol u prezantua në vitin 1982, duke bërë të mundur dërgimin e emaileve përmes rrjeteve të ndryshme. Post Office Protocol dhe Internet Message Access Protocol u zhvilluan për të lehtësuar menaxhimin e mesazheve në serverët e postës elektronike. Në vitet 1980, shërbimet e para komerciale të emailit ofruan mundësinë për përdoruesit individual dhe bizneset të komunikojnë përmes emailit. Në vitet 1990, shërbimet e emailit të bazuara në web, si AOL, Yahoo Mail dhe Hotmail, e bën emailin të aksesueshëm për miliona përdorues të rinj në mbar botën. Rëndësia e emailit sot. Emaili është një nga format më të zakonshme dhe të besueshme të komunikimit, përdoret nga miliarda njerëz dhe organizata në mbar botën. Ndërmarrjet mbështeten në email për komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm, përfshir marketingun, mbështetjen ndaj klientëve dhe bashkëpunimin nëpërmjet ekipeve. Me rritjen e kërcënimeve kibernetike, protokollet e sigurisë për email me 2 faktor janë bërë standarde për të mbrojtur informacionin e ndjeshëm. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 19 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në orët e para të mëngjesit në disa zona të izoluara nuk përjashtohen vranësira kalimtare dhe rreshje të dobta afatshkurtra, por gjatë ditës moti do të jetë kryesisht i kthjellët. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 30 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri në 29 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 34 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 31 gradë Celsius, Kavaj 20 deri në 31 gradë Celsius, Elbasan 19 deri në 34 gradë Celsius, Berat 20 deri në 34 gradë Celsius, Korç 14 deri në 28 gradë Celsius, Vlorë 21 deri në 31 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 21 deri në 31 gradë Celsius. Tani uftë të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 19 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave kalimtare. Në disa zona malore, gjatë pasdites nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afatshkurtra lokale. Bazuar në sinjalet e përgjithshme rajonale, rreziku për rreshje mbetet i ulët. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë:
Mitrovic, 12 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov, 13 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e ditës së sotme. Bashkë të ndryshimi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rijat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.